jam në një nga pikat më signifikative të ndarjes së Kipros në zonën ku mas shpinës time shinin në një anë flamurin grek dhe në anën tjetër flamurin turk. Të dyja bashkë ndahen nga vetëm një rrugë. Por ndarja e Kipros në dy shtete, pra në Kipron greke dhe në Kipron turke, më shumë se sa thjesht në Nikosia, ku muri ndarës zgjat 6 kilometra, është i shënjuar në zonën e Varoshës, në atë që quhet qyteti fantazm, Ghost City. Qyteti fantazm i Varoshës ka një histori të jashtëzakonshme. Unë po e tregoj duke treguar dhe pamjen e dy flamujve, pra flamurit grek dhe flamurit turk, që qëndrojnë përballë njëri tjetrit dhe ndahen nga vetëm një rrugë. Varosha ishte një prej lagjeve kryesore të Famagustës në pjesën kipriote turke, të sotme një zonë turistike ku zjente nga lokalet dhe nga restorantet dhe hotelet. Por në vitin 1974, trupat turke hynë në Kipro, rreth 20.000 banor, kryesisht grek të zonës Varoshës, u larguan brenda një ore, duke lënë gjithçka siç kishte qenë, duke lënë enët e mbi tavolinë, duke lënë makinat në parkim, duke lënë shtëpitë me të gjithë veshjet e tyre. Ende sot, 51 vjet më pas, edhe pse Varosha ka qenë rreth 48 vjet zonë ushtarake dhe është hapur vetëm 3 vitet e fundit, nëse hyn në qytet ti do të shohësh një qytet të tërë, i cili ka ndaluar në vitin 1974 dhe sot mund të shohësh se si ka qenë një qytet fantazm i pabanuar, ku banorët janë larguar të gjithë brenda më shumë se sa një ore.